ajo çka na penalizon, po e them kushtimisht edhe e di që qëtash këtë gjyshet e nanat, ata matë më shunit kanë me ujtë me që pyetje, po shpesh zakonet e mira na penalizojnë të moshuanit. Për shembull, unë e du me majtë një dietë, shkojmë palestër, shkoj te nana me najtë që të piten, ku mos me hangër atë pite tani. Një herë në javë, ndoshta nuk shkon shpesh. Sepse ndonjëherë mund të thyhet, po sepse e di që ne flijat i kemi shumë qef në qoftë se han fli një herë në 2 muaj nuk është. Nuk na bën shumë. Sot është edhe ditë, është dita e flijave, piteve dhe krelonave në familjet tona. Jo, sepse sinqerisht para emisionit e lexova edhe një studim dhe e thoshte studimi që familja ka një rol shumë të rëndësishëm në vendimin e personave për me ndru stilin e jetës. Edhe unë analizova të na është një hierarki që respektohet. Unë nuk me mi thonë nanës se vjerës jo s'pe ha pitën se jo më dje. S'pehan pitën tem. Po, s'pehan pitën tem. Në vdin dikon familja, pa e to është, doktor? Po, pa tjetër, prandaj prindrit do t'janë shambull për fëmijët, kështu që ata do të konsumojnë perime, edhe pastaj fëmijët mësohen nga ata që të konsumojnë ushqim të shëndetshëm. Pastaj tek ne është edhe ajo shprehia që të mysafirit sjellin ushqime të kuqiri. Po, edhe kjo është një shembull i keq në qoftë se ata sjellin kështu gjëra, ëmbëlsira, lëngje ose biskota, të cilët shpesh ka prindër të cilët thënë po nuk e jap fëmijës tim për të ngrënë. Kështu që më së miri të sjellin fruta. Po. Ndoshta është një zgjidhje kështu, një alternativë e mirë. Nëse do të patjetër me dërgu diçka.